Qetësia shpirtërore nuk vjen nga një jetë pa probleme. Qetësia shpirtërore vjen nga një zemër e cila është e pazhurmshme. Zemrat që janë falenderuese nga brendësia, sjellin mrekullinë e jashtme. Zemrat cilat din të falenderojnë, të jenë të urta, të jenë durimtare, sjellin dhe bëjnë mrekullinë që nuk mund ta bëj asgjë në këtë rrezull toksor. Andaj qetësia shpirtërore fillon nga kjo. Qetësia vërtet nuk fitohet duke rregullu botën rreth nesh, por duke rregullu botën brenda nesh. Nëse rregullojmë këtë që e kemi në brenda nesh, do ta rregullojmë edhe të jashtmen që është rreth nesh. Nëse nuk e rregullojmë këta që e kemi brenda nesh, në asnjë formë nuk kemi me mujt, me rregullu dhe me bërë stabilitet aja që është rreth nesh.